بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, ashtu si që meriton ai Gjelle Gjelalu. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu dersin e 31 me radhë nga tefsiri i Kur'anit famullar, e që neve në dersin e kaluar i shpjeguam 3 ajete 51, 2 dhe 3. Për të vazhduar inshallah taala me ajetin 54 dhe 55. Wallahu Jalla wa Ala prap na tregon nga ajo që ka mbet nga Beni Israelët se si Allah subhanahu wa taala ja u përkujton nimetet në Medinë dhe ja u kujton gabimet të cilat i kanë bërë me pejgamberët e tyre në mënyrë që mos ta përsëritin gabimin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo sure ka zbrit në Medinë, dhe këto ajete janë drejtuar Beni Israelëve në Medinë, dhe surja Al-Baqara e tregon fundin e historisë së Musës alayhis salam, thuajse në mënyrë që t'ju tregojë atyre gabimet e paraardhësve të tyre që mos t'i bajnë ata që janë në Medinë. Po dhe neve si muslimanë Allah mësime mëdha, karshi pejgamberëve të Allahut në përgjithësi dhe karshi Resulullah sallallahu alaihi wasallam në veçanti, dhe Kur'anit famlar dhe urdhrave të tij dhe ndalesave të tij. Allahu azza wa jall thot: "Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-'ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim." Kjo është ajeti 54. Po Allah azza wa jall thot: "Wa idh qala Musa liqaumihi", ku Musa i tha popullit të vet: "O popullim, innakum zalamtum anfusakum", ju i keni bë vetes pa drejtësi, zullum, biittikhadhikum al-'ijl, kur adhuruat viçin, fatubu ila bari'ikum, pendohuni te krijuesi juaj, tek Allahu subhanahu. Wa idh qala Musa liqaumi, kur i tha Musa popullit të vet, qaumihi në këtë ajet është për qëllim burrat dhe nuk hyn gratë edhe fëmijët. Për arsye se ata kanë qenë kryesorët të cilët kanë devijuar nga rruga e Zotit dhe kanë lënë fenë e Allahut azza wa jall. Në ajetet e Kur'anit ka disa ajete që ku përmendet populli janë për qëllim burrat vetëm. Sepse Allah azza wa jall thot surën Hujurat. Në surën Hujurat thot: "Yaskhar qaumun min qaumin", talën disa burra me disa të tjerë, qaume që unë edhe këtu, wala nisa'un min nisa'in, edhe përmend pastaj menja në të njëjtën ajet edhe gratë me gratë të tjera. Do thonë e dallon Allah azza wa jall burrat edhe gratë në disa ajete, sikurse në surën Al-Hujurat ose në surën Al-A'raf, ku Allah azza wa jall thotë: "Wa lutan idh qala liqaumi", dhe Luti kur i tha popullit të vet që ne e përkthejmë, ndërsa është për qëllim burrat për arsye se burrat ishin ata që devijuan tek Luti alayhis salam dhe jo gratë. Po ka dhe ajete që kur përmendet qaum është për qëllim edhe burrat edhe gratë, ashtu si thot Allah azza wa jall: "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi", ne dërguam Nuhun tek populli i tij si pejgamber, pra i përfshin edhe burrat edhe gratë edhe fëmijët dhe krejt. Kjo është mrekullia e gjuhës arabe. Kjo është mrekullia e gjuhës arabe. Pra disa i veçantë dhe disa të tjerë jo, sikurse në këtë ajet. "Wa idh qala Musa liqaumi", kur Musa i tha, ne e përkthejmë popullit të tij, i tha burrave të popullit të tij, sepse janë për qëllim burrat dhe jo gratë dhe fëmijët, të cilët devijuan nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe adhuruan viçin dhe devijuan komplet dhe humbën rrugën e drejtë dhe dolën nga feja e Allahut, dolën nga feja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Çka i tha? "Ja qaum, innakum zalamtum anfusakum", para se më dalte pjesa e tij. Pse Allah azza wa jall i thon burrat qaum? Min al-qiwama, për shkak se kanë përgjegjësi.
për shkak për shkak se kanë përgjegjësi, janë të më lartë në përgjegjësi se sa gratë. Kanë përparësi në shumë çështje se sa gratë. Për këtë edhe Allah Azza wa Jall ju drejtohet me popull, e ka për qëllim burra dhe jo gratë në disa ajete, sikurse që është ky ajet, po ka edhe ajete tjera të cilat i përfshin të gjitha. Musa ju tha, ja qom, innakum zalamtum anfusakum. Ju i keni bë pa drejtësi vetes tuaj. Keni bë zullum. Njeriu ka mundësi me i bë zullum vetes. Edhe është një rregull. Është një rregull, ky ajet na jep një rregull, do të më mësoj muslimani. Çdo popull ose çdo individ që bën vepra që e meriton dënimin e Allahut, ai ka bën vetes pa drejtësi. Ky është rregull. Edhe një herë, çdo popull ose çdo individ që ka bën mëkate dhe ka bën vepra të cilat e meritojnë dënimin e Allahut, sikurse në këtë ajet, i kanë bën vetes pa drejtësi, zullum. Sepse Musa po ju thot, ja qom, innakum zalamtum anfusakum, ju keni bën pa drejtësi vetes tuaj, bittikhadikum al-ijl, kur ja keni adhuru viçin. Pra ju keni bën vetes pa drejtësi, Allah Azza wa Jall s'mund mi bë dëm as dobi. Ju e keni merituar dënimin e Allahut Azza wa Jall dhe i keni bën vetes pa drejtësi. Sepse kur Musa alayhi salam u kthy te populli i vet, pasi që shkoi me zbrit Allah Azza wa Jall në Turi Sejna Teuratin, e pas që pa adhurojnë viçin, ashtu siç e treguam në dersën e kaluar, e shkatroi atë viç të cilin e kishte ndërtuar Samiriu, dhe kur e pan gabimin populli i vet, i ran mend dikur me vonesë, e luti Musën që Allah Azza wa Jall me ia fal, e ata çka than Musës, la in lam yarhamna rabbuna, qofse nuk na mëshiron Zoti jon, wa yaghfir lana, dhe qofse nuk na i fal gjunohet, lanakunanna min al-khasirin, kemë qenë prej të humbërve. Për arsye se i kanë bërë zullum vetes. E çka është zullumi, definicioni i zullumit? Shikoni se si ulema islamit thonë, "Adh-dhulmu wad'u ash-shay fi ghayri mawdi'ihi." Është e kundërta e urtësisë. Padrejtësia, zullumi, është e kundërta e urtësisë. Me vendos diçka jo në vendin e duhur. Kjo është zullum. Definicioni i zullumit i padrejtësisë është me vendos diçka jo në vendin e duhur. E urtësia është me vendos diçka në vendin e duhur. E ata thënë, qofse nuk na falë Allahu Azza wa Jall, qofse nuk na mëshiron, atëherë ne jemi në humbje. E Musa alayhis salam tha fatubu ila bari'ikum. Atëherë tha, tubu ila bari'ikum, pendoheni tek krijuesi juaj. Shikoni se si e përdor bari'ikum, krijues, për arsye se e adhuruani diçka që vetë e krijuan. E adhuruni diçka, ron në shirk, në politeizëm, në diçka që me durë të vetë e krijuan. E ky po thot Musa, fetubu ila bari'ikum, pendoheni te krijuesi juaj, tek Allahu Azza wa Jall. Tek ai i cili ju ka kriju juve, sepse ju nuk mundi me kriju asgjë, ju jeni të dopt. Tubu ila bari'ikum. Mirë po Allah Azza wa Jall ju vendosi kusht, sepse tham e kanë meritu dënimin e Allahut. Nuk ja u pranoi tha pendimin deri sa ta mbytni njëri tjetrin. Shikoni vëllazër çfarë dënimi ju ka thënë Allahu xhalla wa ala për shkak të veprave të liga që kanë bërë. Thot Allah Azza wa Jall, "Fetubu ila barikum faqtulu anfusakum." Mbyteni njëri tjetrin. Kjo është pendimi tek Allah Azza wa Jall. "Dhalikum khairun lakum 'inda barikum." Kjo është më mirë për ju tek krijuesi juaj. Pra, në qoftë se doni me Allahu Azza wa Jall me pranu pendimin, Musa alayhis salam thot Allahu më ka shpall që ju doni me mbyt njëri tjetrin. Kjo është pendimi. Për arsye se kanë rënë në shirk. E lënia e fesë, dalja prej fesë në shariatin e Musës nuk është lënë ndryshe vetëm se duke mbyt atë njeri. Dhe së duke mbyt atë njeri. Dhe çka i ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall? Ulema islamit thonë si ka ndodhur deri te vrasja e tyre mes vete. Ulema islamit tefsirologët thonë që Allahu Jalla wa Ala, ata të cilët e kanë adhuru viçin, janë dalë një saf, ata të cilët nuk e kanë adhuru viçin, po kanë qëndruar në tauhid, e kanë pas urdhër prej Allahut me i mbyt.
Dhe Allah Azza ka qenë një mjegull në mënyrë që mos ta shohin kush shkon për e mbyt, sepse ka pas njëri që e ka mbyt babën e vet, djali e ka mbyt prindin e vet edhe ana sjelltës. Dhe kanë pas dëmshëri, Allah Azza ka qenë një mjegull, ka thonë nuk e shihni askën. Derisa ti mbytni njëri tjetrin. Ai që mbytet, Allah ja pranon pendimin, shkon shehet, ky që jet, Allah ja ka pranuar pendimin. Disa ulema të tjerë thonë që Allahu xhallahu wa ala këta që e kanë adhuru viçin i ka shtinë në mëzveti me mbyt njëri tjetrin. Disa të tjerë thonë Allahu xhallahu ka përfshirë të gjithë, edhe ata që se kanë adhuru viçin, edhe ata që ja kanë adhuru viçin në mënyrë që ta mbysin njëri tjetrin me kusht për t'ia pranuar pendimin atyre. Për arsye se kur e mbunë keqja një popull, gjithashtu është rregull. Kur e mbunë keqja një popull, i përfshin dënimi i Allahut Azza wa Jall të gjithë, edhe të mirët edhe të këqijt. Pastaj të mirët ngjallen me njëtin e tyre, të këqijt e meritojnë dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kanë vazhduar kësaj. Prej në mëngjes derisa ka ardhur perëndimi i diellit, gjithsa Musa alayhis salam ka filluar me çaj. Me Harunin alayhis salam kanë ecë nëpër xhak. Kanë ecë nëpër xhak. Ka filluar me çaj, ka thonë o Allah, u shkatrum. O Allah, u shkatrum smet kërkush. Atëherë Allah Azza wa Jall e ngrit mjegullin, thotë mjafton, ja u kam pranuar pendimin e juaj, dhe kur e shikojnë janë mbyt 70.000 vet. 70.000 vet për shkak të rënies në shirk. Allahu xhalla wa ala pastaj thotë, tash e keni kryer misionin ashtu siç duhet. Mirë, po prap këta ankohen. Prap ankohen. Shkaku i rënies në shirk ka bëu që Allah Azza wa Jall më jam shtrënguar më shumë çështjet e fesë. Sa më shumë kanë pyet, sa më shumë e kanë ngacmu Musa alayhis salam, aq më shumë ju ka vështirësu puna. Dhe shikoni se si Allah Azza wa Jall është sill me ta. Pastaj ata të cilët kanë shpëtu, Allah Azza wa Jall e urdhëron Musa alayhis salam dhe i thotë zgjedhni 70 prej tyre që janë më të mirët në mesin e tyre dhe hajde në Turi Sejna, prapë ku me të dhanë urdhra, me të folë ty dhe me të dhanë urdhra. Sa herë që ka dashur me folë me Allahun Azza wa Jall Musa alayhis salam, vend takimin e ka pas tek Turi Sejna në Egjipt. Dhe i ka marrë 70, ashtë që ka mendu Musa që janë më të mirët në mesin e besimtarëve, që s'kanë rënë në shirk, i ka marrë dhe ka shku në Turi Sejna në mënyrë që ti kërkon falje Allahut Azza wa Jall për gjunahet që i kanë bërë dhe t'ja u pranoj pendimin. Dhe Musa alayhis salam, sa herë që ka folë me Zotin, tefsirologët thonë, Allah Azza wa Jall në kodrën Turi Sejna e ka lëshu një mjegull. E ka lëshu një mjegull, Musa është fut mrena mjegullës, Allah Azza wa Jall i ka folë, ka urdhru, këtë bëja, këtë mëse bë, këtë bëja, këtë mëse bë. Kur është dalë Musa jashtë asaj mjegulle, i ka bë fytyra aq drica që s'ka mujt me e pa askush. Kur është dalë prej urdhrave të Zotit, këta 70 prej besimtarëve ka thënë Musa, lutë Allahun xhalla sha'nuhu që edhe ne të kemi mundësi ta ndëgjojmë fjalën e tij. Lutë Allahun që edhe ne të futemi dhe ta ndëgjojmë fjalën e tij. E ka lutë Allahun Azza wa Jall, Allah ja ka pranuar duan, janë fut këta 70 prej besimtarëve. I kanë rënë Allahun sejdë në atë mjegull, në atë errësirë që ka qenë, dhe Allahu Azza wa Jall i ka thënë Musës, i ka shpall prap Musës urdhra dhe ndalesa, e kanë dëgjuar Zotin duke fol, bëho dhe bëja dhe mos e bëj, urdhër edhe ndalesë. Dhe pastaj është ngrit ajo mjegull, i po shikoni çfarë populli ka qenë. E kanë dëgjuar fjalën e Allahut Azza wa Jall me veshët e tyre. Dhe masi e kanë dëgjuar fjalën e Allahut, duke e zbrit, çe ka thonë, "Wa idh qultum ya Musa", Allah Azza wa Jall i thot në Medinë këtyre, e zbret surën Bakara. Kur i keni thonë Bakara, kur i keni thonë thot Musa alayhis salam, "Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra." Çta 70 që ka mendu Musa që janë më të mirët, masi që është ngrit mjegulla dhe është ngrit fjala e Zotit, domethënë, dhe e kanë dëgjuar Allahun duke fol, ka thonë Musa, ne nuk të besojmë ty, hatta nara Allah jahra, deri sa ta shohim Zotin. Hap tazi. Subhanallah, çfarë njerëz kanë qenë. Çudi është Allah Azza wa Jall se si e tregon në Kur'an e familjar. Wallahi më unal me i meditu këto fjalë. Janë aq rëndësishme. Saqë Allah Azza wa Jall kur e tregon këtë tregim, ja u bën me dije banorëve të Medinës për vetë Izraelve, mos e bëni njëjtin gabim që kanë bërë pasardhësit e juaj. Edhe besimtarëve neve,
na tregon këtë sure që ne nuk e meditojmë, nuk e lexojmë ashtu siç duhet. Na po me di që o besimtar, mos i bëni gabimet e njëjta që i kanë bën popujt e mëhershëm. Mos i kundërshtoni urdhrat e pejgamberëve. Besoni Allahun azza wa jalla ashtu siç ka. Besoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. La yantiqu anil hawa. Nuk flet ai nga vetja e tij, shpallje që shpallet u kry. Për këtë edhe sahabët kanë qenë të edukuar. Sahabët e Resulullahut aq kanë qenë të edukuar të dashur vëllezër, sepse kanë kuptuar Kur'anin më mirë se na. Kur i kanë lexuar ato këto ajete, e kanë ditë se çka kanë hek pejgamberët me popujt e mëhershëm, kanë qenë aq të edukuar me Resulullahun saqë nuk e kanë shikuar as në fytyrë. Nuk e kanë shikuar as në fytyrë. Ka pas prej sahabëve thotë, nuk jam ngop duke e shikuar Resulullahun sallallahu alaihi wasallam. Kem pas shef thotë Enes ibn Maliku, me ardh dikush prej beduenëve, prej larg Medinës, me mënyrë që ta pys Resulullahun sallallahu alaihi wasallam. As me pyet se kanë pyet. Aq kanë qenë të edukuar sepse i ka mësuar surja Al-Baqara. Se çka kanë pas pasus e Musës alayhis salam. Para mendoni, e kanë dëgjuar fjalën e Allahut. Kanë shku me Musën në takim për me zbrit fjalën e Allahut. E kanë dëgjuar fjalën e Allahut xhalla xhelalu dhe nuk kanë besuar. Ka thonë la nu'min hatta nara Allah jahra. Nuk besojnë aty, la nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Nuk kena me të besu ty derisa ta shohim Allahun haptazi. Allah azza wa jalla thot fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Allahu azbrat sa'iqa. Rufen me zjarr dhe ju antum tanzurun ja shikoni se si Allah ja merr shpirtin. Se si Allahu Jalla wa Ala në atë moment ja merr shpirtin të gjithë, veç Musa alayhis salam. Krejt i vdes, sepse kanë merituar dënimin prapë të Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë, i urdhroi Allahu azza wa jalla me mbyt njëri tjetrin në mënyrë që t'ja pranoj pendimin, edhe tha zgjidhni 70 prej tyre që janë më të devotshmit, edhe eja në Turi Sejna të flasën me ty të urdhroj edhe të ndaloj, edhe ju dha leje që ta ndëgjojnë fjalën e tij, prap nuk i kanë besuar Allah. Ka dhe nuk besojnë Musa dhe s'ta shumë Allah haptazi. Në këtë dynja, dashur vëllezër, s'ka mundësi me pa Allahun haptazi. Në këtë dynja është rregull nga Kur'ani dhe Suneti i Resulullah sallallahu alaihi wasallam që e marrë si dobi nga ky ajet, nuk mundemi me pa Allahun subhanahu wa taala. Sepse as Musa alayhi salam kur i ka kërkuar Allahut me pa, s'ka mujt me pa. Sepse ka thonë Musa, shikoj kodrën, filan kodrën, qofse të shëndron kam, kemë më pa mu. Dhe kharra Musa sa'iqa, kodra, veç një perde e ka largu Allah azza wa jall, një dritë e Zotit e ka bë thërmi kodrën. S'ka mujt me qëndru kodra në kam. Musa si ka ratë fikt. Ka thonë Allah, tubtu ilejk. Kum pendue, ju më pendu dhe i kum ra pishmon që i kërkova këtë kërkesë. Sepse në këtë dynja s'ka mundësi me pa Allah azza wa jall. Vetëm në ahiret në botën tjetër duke lutur Allahun azza wa jall që të na mësoj shikimin e tij, ashtu siç e lexuam në akşam. Allah azza wa jall thot në fund të ajetit që ka edhe mezid kur besimtarët futen në xhenet, udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud. Futuni në xhenet me paqe, me selam. Kjo është dita që ju do të jeni në të përgjithmonë, edhe ka hala më shumë. Edhe ka hala më shumë. Edhe ajo më shumë me pas Zotin Xhella Xhelalu në xhenet, duke lutur Allahun që të arrijmë këtë gjë, sepse ky është besimi i Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit, që Allahun Azza wa Jall e shikojnë besimtarët në xhenet dhe nuk mund me shikojë jo besimtarët, as në dynjë dhe as në ahiret. Ndërsa në dynjë s'mund me pa askush. Ndërsa këta kanë kërkuar që me pa Allahun Azza wa Jall haptazi. E Allahu i ka dënuar prap, i ka vdek të gjithë. E Musa alayhis salam prap u mërzit. Thonë Allah, apo na dënon të gjithëve për shkak të veprave të mendjeletëve që janë në mesin tonë. Mendjeletët kanë kërkuar me të pa ty. Apo na dënon ti i vdiqet të gjithë, ke mujt me na i mosh shpirtin edhe më herët. Çka më ju thonë në Ben Israelve kur të thena? Këta i morë më të mirë që i pata. Ata kur të thena s'kan më besu hiç, kanë me dalë në kufër, kanë me dalë mosbesim. U shkatërruan të gjithë. U shkatërruan. Shikoni që ka hek Musa alayhis salam prej tyre. Wallahi, shumë sabërli i madh ka qenë Musa alayhis salam. Shumë sabërli i madh ka qenë Musa alayhis salam, saqë ne do shohim prap siç ka hek me këta njerëz, veç Allahu Jalla wa Ala ka dashur që të jetë Musa pejgamber te ta dhe të bëj sabër me ta,
dhe të na jep neve mësim si ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se si ti çojmë urdhrat e Allahut në vend dhe të ndalojmë nga ndaresat e tij pa bërë zhurmë. Pa bërë shumë zhurmë, se si të bëjmë zhurmë, pastaj mund na godet ajo që i ka godet popit të mëhershëm, nuk do të thotë me të njëjtën formë, po do të thotë që neve mund të sillemi sikur se të shohim që janë sill ta 40 vjet janë sill në përshkretin, edhe s'kan bërë gjë në dynjën e Zotit, veç janë sill në njëjtat vende. Pa përparuar hiç. Pastaj dënimi i Zotit kë, ku ne mirë me luftën ndaj fesë së Allahut subhanahu wa taala dhe i dyshojmë dhe i gjykojmë ajetet e Kuranit dhe hadithet e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasi që Musa alayhi salam ju lut Allahut shumë ju lut Allahut azza wa jall që me i kthy prap në jetë. Prap me i kthy në jetë këta njerëz. Në mënyrë që ta besojnë Allah, në mënyrë që të kthehen tek populli që i ka lënë, që ata të pasojnë prap ta besojnë Allah azza wa jall. Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Pastaj thot ne, Allah azza wa jall, ju ringjallëm min ba'di mautikum, pasi që ishit të vdekur, la'allakum tashkurun, në mënyrë që ta falenderoni Allahun azza wa jall që ja dha mundësinë me jetu pra. Pra Allah azza wa jall, aty për aty i ka vdek, ja u ka marrë shpirtin, i ka lut Musa, ju ka përgjëruar Allahut shumë në që t'i kthej prap në jetë, që ta besojnë Musa, ta besojnë Allahun azza wa jall, kthehen prap mbrapa te populli i tij në mënyrë që ta besojnë Allah. Allah prap ja ka pranuar pendimin Musa. Prap ja ka pranuar pendimin. Ja ka fal gabimin. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, ju ringjallëm më herë pas vdekjes së juaj, la'allakum tashkurun, në mënyrë që t'jeni falëndërues ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. T'jeni falëndërues që Allah ja mësoi me ndëgju fjalën e tij. T'jeni falëndërues që jeni pasues të pejgamberëve. T'jeni falëndërues që jeni në rrugën e drejtë. Prap nuk kanë qenë falëndërues. Pse Allah azza wa jall picej këto ajete të surës Al-Baqara bashkë në Medinë, fillim të surës Al-Baqara. Pse Allah azza wa jall pa zbrit në Medinë këtë sure, t'ja shpjegoj Beni Israilëve që kanë qenë në Medinë. Dhe çdo ajet sikur se ju drejtohet atyne, sepse Allah po thot juve pas vdekjes suaj, nuk po thot pas vdekjes së tyre. Pasi që jo i that Musës, ju drejtohet atyre në Medinë, edhe pse kanë kaluar me mira vite. Sepse ju po thot populli juaj, paraardhësit e juaj i kanë bërë këto gabime në mënyrë që ju mos i bëni njëjtat gabime. Ta besoni Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ta pasoni Resulullah dhe rrugën e tij. Mos u bëni të çmendur sikur se ka qenë paraardhësit e juaj. Çka i kanë bërë Musa alayhis salam dhe pejgamberëve të tjerë. I kanë mbyt pejgamberët e Allahut azza wa jall. Sikur se që ka qenë Yahya dhe sikur se që kanë pretenduar që i kanë mbyt Musa Isa alayhis salam kështu më radh. Dhe shkon e dashur vëllezër se si Allahu xhallahu ala na i tregon këto ajete në Kur'an në mënyrë që ata të marrin mësim, pas s'kanë marrë mësim ata. Ata nuk kanë marrë mësim. Po ne të marrim mësim. Ne si besimtar të marrim mësim. Për arsye se nuk mundemi me pasu rrugën e drejtë pa ju bind urdhrave të Allahut dhe ndalesave. Nuk mundemi me pasu rrugën e drejtë duke e gjykuar Kur'anin famlar dhe Sunetin e Resulullah, dhe thonë pse ky kështu, e pse ajo kështu, e pse ti shkon kështu dhe pse ti shkon ashtu. Sepse këto pyetje i kanë bërë popullit tjerë, jo ummeti Resulullah, jo ummeti sahabëve dhe i tabi'inëve, po ju kanë bindur urdhrave të Allahut. Sami'na wa ata'na. Jemi të bindur Allah, ju kemi bindur urdhrave tua. Me bindje dhe me përgjërim dhe me përulje. Ghufranak, na fal neve o Allah. O i lejke l-Mesir dhe të këti është këthimi. Këta janë sahabët e Resulullah. Këta neve në kanë mësu se si më usil me librin e Allah dhe Sunetin e Resulullah. Këto tregime Allah Jalla wa Ala në i tregon neve si musliman. Ju ka tregu aty në për smarin vesh i kalan Allah Zul Ghayri l-maghdubi alehim. Ata Allah Zul është i hidhruar me ta. Wala dhalin, në elham për çdo ditë e lexojmë. O Allah, udhëzon në rrugën e drejtë. Në rrugën e atyre që ti ju ke dhënë udhëzimin, ja u ke dhënë mirësitë, ja u ke dhënë Kur'anin. Jo në rrugën e atyre që ti je i hidhruar. E kush janë ata? Janë Beni Israel. Janë populli i Musës, që Allah Azza është i hidhruar për shkak se do shohmi hala më shumë se çka kanë vepruar me Musën alayhis salam, çfarë pyetje i kanë bërë Musës, siç do shohim në ajetet në vazhdim. Shka dhe ti dhe Zoti të lufto, bën ai një Zot sikurse që ata kanë një Zot. Na nuk besojnë derisa ta shohim Zotin.
Na nuk shkojna me luftu e kështu me radhë, na kena me najtë këtu. Na s'mumina me hangër veç këtë ushqim, zbrit na dhe na ushqim tjetër. Lloj pyetje, vështërsi, ja kam bën Musa alayhis salam derisa Allah azza wa jall i ka larguar nga mëshira e tij dhe ka thonë jeni të hidhruar deri në kiamet, për arsye se nuk e besuan pastaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'ani famlar dhe për këtë edhe kanë merituar hidhrimin e Allahut xhalla sha'nuhu wa taqaddasat asma'uhu. Për të vazhduar inshallah taala me ajetin 57 dhe më shumë, për arsye se nuk mundemi të sqarojmë të gjitha, se si Allah azza wa jall pastaj prap i kërcënon me dënim në qoftë se nuk e besojnë Allahun dhe pejgamberin e tij, siç do e shohmi në dersën e radhës ku Allah azza wa jall ja vendos edhe kodrën mbi koka, në mënyrë që do të besoni apo ja lëshova kodrën. Këtë formë Allah azza wa jall i ka kërcënuar në mënyrë që ta besojnë Allahun dhe pejgamberin e tij. E neve duhet ta falenderojmë Allahun që na ka bërë musliman, alhamdulillah, që na ka bërë pjesëtar të dinit, na ka bërë pjesëtar të ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që neve pa e lyp fare islamin e ka dhënë alhamdulillah, e ne elusmi Allahun që të na jap xhenetin dhe ne duke lutur atë, na bëj të udhëzuar në rrugën e drejtë, në rrugën atyre që Allah azza wa jalla është i kënaqur me ta dhe jo në rrugën atyre që ai është i hidhruar në ta dhe as në rrugën atyre të cilët janë në humbje. Deri në dersën e radhës, elusmi Allahun që të na falë neve dhe ju, Allahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.